A është e vërtet kjo që kam lexuar në një faqe islame që thot Imam Gazaliu është parë në ëndër mbas vdekjes dhe u pyet cili veprim të çojë në faljen e Zotit? Ai tha, i dhash ujë një mize të etur. O Zot, o Zot. Është parë imam thot Gazaliu në ëndër dhe e kanë pyet për çfarë të fali Zoti? Tha i kam dhënë tha ujë një mize të hajde merre mend dikush do të jetë miza që ka etje. Kupton dhe apo jo? Edhe si i ka dhënë ujë mizës në Allah, si i jepet ujë mizës? E ka pa një mizë të etur që i merreshin mend, ka marrë një tap me ujë dhe ka ardhur. Kjo është ofendim për inteligjencën njerëzore, është ofendim i madh kjo, kupton? Është ofendim i rënd shumë. Thot pse e fali Zoti Imam Gazalin thot se i ka dhënë Imam Gazaliu nuk ka lënë shkencë për shkencave të Islamit pa bo libër. Në fiqh, në usul, në akide, në hadith, o Zoti i madh. Të gjitha këto se ka falë Zoti për Ihya Ulumuddin për shembull, as për El Mustasfa, as për librat që ka bërë Imam Gazaliu që janë libra famoz, nga librat më të rëndësishëm në bibliotekën e Islamit, të gjitha shumëzim zero, po për çfarë? I ka dhënë ujë një mizë të etur. Nëse kjo do të jetë një shembull që këto faqe me të tilla gomarrliqe ti hiqni nga jeta juaj e ndjekjes, le të themi në rrjetet sociale. Thash pra, jo vetëm fetarisht është e dobët, po edhe për mendjen, logjikën, për inteligjencën është e turpshme që njerëzit të besojnë brotshkulla të tilla.